Në Zoom këtë herë ju sjell një intervistë krejtësisht ndryshe. Bëhet fjalë për atletin e njohur nga Shkodra, Franco Burraj. Ai foli rreth pasionit që ju bë dhe profesion, por si fillim kjo ishte përshëndetja e këndshme e tij. Dita ime vazhdon vetëm me stërvitje, paradite dhe masdite, sot jemi në masdite dhe jemi gati për intervistë shumë të këndshme para stërvitjes tonë. Cilat janë rësitë e fundit të Francos, pra me çka po merret ai këto kohë? Atë na kemi filluar sezonin me gara të rëndësishme që fillojnë në garat në Shkodër. Natyrisht ne kemi fokus garat në jashtë vendit, ku shpresojmë se pse jo të bim sa më shumë medalje, aty është fokusi jonë më kryesor. Zakonisht na përgatitemi gjatë gjithë vitit për gara të rëndësishme. Kjo është fillimi i sezonit të garave dhe ne kemi gara shumë të rëndësishme gjatë muajve të ardhshëm. Natyrisht garat e para të filluar me medalje, natyrisht japin mundësi që të tesesh më shumë për gara të tjera. Franco është që 9 vite atlet, por gjatë kësaj kohe ai është vlerësuar mundi apo thënë më troq, a ka vlerësuar Shqipëria për sportistin e zellshëm që është. Po besoj se si vend i vogël si jemi, natyrisht edhe hapat nuk janë as të mëdha sa krahasuar me vendet e mëdha si Gjermania ose Italia, por natyrisht gjithmonë shpresojmë që për çdo vit bëhet edhe më mirë. Ne kena pas, por për fat keq Europa ka mbyll portat për të kaluar nga një shtet në shtet tjetër dhe ne kena të pamujtur që të përfaqësojmë një shtet tjetër. Sepse shumë shtete tjera, si Turqia, Zvicra, nuk e kanë pas të zhvilluar atletikën dhe arsye kryesore ishte blerja e shumë atletëve nga jashtë vendit. Prandaj edhe u bllokua gjithë kjo lëvizje e madhe e sportistave. Atletika është një sport individual që përfshin një gamë të gjerë disiplinash fizike, që mahen me shpejtësi, forcë dhe qëndrueshmëri. Ajo konsiderohet si mbretëresha e sporteve, sepse është një prej disiplinave më të vjetra e më themelore të sportit. Por a sheh Franco veten edhe më tutje pjesë e këtij rrugtimi, as pak të lehtë. Besoj që sporti tjetë natyrisht një ardhme për mua, por mas sportit besoj se do të ketë përsëri lidhje me sportin, angazhim ndoshta edhe në drejtori sportive. Po besoj se një sportist mund ta bëjë punën më mirë për një drejtori sportive, i kupton më mirë çastet e një sporti tjetër sesa një person që nuk ka lidhje me sportin. Kështu që besoj që më mirë se një sportist s'ka pse bën kusht tjetër. A ka menduar ndonjëherë Burraj të ndërrojë nga një sport në tjetrën? Po, jam i kënaqur, natyrisht përveç se financet, natyrisht është edhe ideja sepse ti përfaqëson Shqipërinë. E para, e dyta është që në Shqipëri dikush, ndoshta në një vend tjetër nuk i askush, kështu që është edhe qefi si e ke arrit dikun. Bie kjo që Franco është edhe financiarisht i kënaqur nga krejt këto angazhime. Zakonisht të kalosh nga një sport tjetër është kur je në moshë të vogël, kur je në moshë të madhe shumë vështirë që të kalosh nga një sport tjetër sepse ndryshojnë shumë sportet nga njëra tjetra, por momentin se ti hin në rrjedhën e sportit është shumë vështirë që të largohesh prej asaj. Për çka do të largohesh? Për çfarë oferte Franco do ta lindë në Shqipëri? Shqipë, nuk e besoj se të largohen, realisht. Në gjatë jetës na kena shumë oferta, shumë mundësi që na të largojnë prej Shqipërisë, por në momentin se ti vjen një moshë dhe ti je akoma këtu në Shqipëri, natyrisht nuk ka mundësi që të largohesh. Tani është koha që ata sfidojnë me disa pyetje të shpejta. Besoj se garat më vështira janë këto gara që realisht janë shumë të mëdha. Kampionati botëror, garat olimpike shumë të vështira sepse edhe pjesëmarrja është ndryshe nga garat tjera, natyrisht edhe publiku pret diçka më shumë, pashtu publiku shqiptar pret edhe më shumë për rezultate të mëdha, natyrisht edhe ti në atë personin e madh si ke. Kështu që natyrisht këto garat e rëndësishme janë më të vështira.
Po zakonisht garat e 400 metrashit, kur vjen për një dëmtimit shumë të ranë, është shumë e vështirë që ti vazhdosh garën. Kemi pas dy gara të rëndësishme para shumë viteve, kemi ardhur nga një dëmtime shumë të rana, sportive, edhe mas 2 muajve pushim kemi filluar të marrim me stërvitjen edhe kemi pas shumë vështirë që të hyjmë garë. Nuk ka një ritual të rëndësishme, zakonisht mundohem që të jem fokus edhe mos të shpërqendrohem shumë në objekte të ndryshme, ato ishte të kryet nxehimin ritualin tim para garës që të jetë sa më i qetë dhe jo i shpërqendruar në vende të tjera.